Me argumente dhe fakte ligjore, kryeministri Rama ka reaguar ndaj debateve dhe akuzave të këtyre ditëve në lidhje me projektet e investimeve kryesisht në ishullin e Sazanit, në zonën e Zvërnecit, por dhe për Nartën dhe Vjosën, duke siguruar shqiptarët se asnjë pjesë e vendit nuk është nxjerrë në shitje dhe se të gjitha procedurat po zhvillohen në përputhje me ligjin. Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, Rama renditi në kronologji të gjitha hapat ligjor dhe teknik të ndjekura deri tani, duke renditur një për një të gjitha këto projekte. Në lidhje me ishullin e Sazanit, ai tha se mbetet pronë e shtetit shqiptar dhe nuk është menduar asnjëherë për shitje. Ishulli i Sazanit është pronë shtetërore e cila nuk është menduar e as kërkuar kur për shitje. Negociatat janë ende të hapura dhe nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare. Paralelisht, investitorët kanë vazhduar punën me studimet zhvillimore, por akoma nuk kanë paraqitur projektin arkitektonik dhe studimin përkatës mjedisor. Lidhur me projektin në Zvërnec, kryeministri dha ndër të tjera këtë shpjegim. Zona investimi në Zvërnec është pronë private regjistruar në kadastër prej shumë vitesh. Plani i zhvillimit të asaj zone është realiteti i marrëveshje mes investitorëve dhe pronarëve zotërues të titujve të pronësisë në regjistrin kadastral, njësoj si në të gjitha rastet e pafundme të zhvillimit të pronës private. Investitorët i kanë blerë pronat prej tyre dhe aktualisht janë pronar legjitim të truallit në fjalë. Sipas tij, shitblerja e pronës në Zvërnec nuk ka asnjë lidhje me qeverinë, por lidhet me marrëdhënien mes subjektesh private, ndërsa bëri të ditur se projekti në Zvërnec nuk ka marrë ende lejë ndërtimi dhe se ndodhet në fazën e përgatitjes së dokumentacionit teknik. Gjithashtu, kryeministri hodhi poshtë pretendimet se është ndryshuar statusi i zonave të mbrojtura për t'i hapur rrugë investimit, duke theksuar se zona Pishporo-Nart vijon të mbetet peizazh i mbrojtur, dhe se legjislacioni shqiptar parashikon zhvillime të kontrolluar në zona të tilla në përputhje me standardet europiane. Ndërsa në lidhje me Vjosën, Rama tha se kjo zonë ka shkallën më të lartë të mbrojtjes si park kombëtar, pjesë e ekosistemeve të biosferës së UNESCO-s. Në përfundim, Rama akuzoi kritikët për përhapje desinformimi dhe deklaroi se institucionet shqiptare kanë vepruar me profesionalizëm dhe transparencë. Kushdo që do përpiqet ta tërheqë Shqipërinë prap poshtë, nuk do t'ja dalë kurrë më. Shqipëria nuk do të frikësohet nga ëndrat e mëdha. Populli shqiptar nuk do të struket përballë asnjë sfide të madhe. Kryeministri siguroi se Shqipëria do të vazhdojë të mbështesë investime strategjike duke respektuar ligjin, mjedisin dhe interesin publik.